Që i bie opozita e regjimit e Ayatullahve strehuar në Shqipëri. Në një periudhë 7-8 vjeçare, nëse nuk do bëj. Nga opozitat. Termi opozita është shumë seksi për t'i quajtur ata. Unë i quaj ata sikur i ka pat etiketuar qeveria amerikane dhe Bashkimi Evropian organizat terroriste, ose po t'ua bëjmë qefin të themi ish terroriste. Ata kanë një kult në Shqipëri, kanë krijuar një mini shtet brenda shtetit në Shqipëri, dhe në këtë mini shtet kryejnë krime kibernetike dhe terroriste. Së bashku me zotin Thanasi, në vitin 2022, ne edhe i dërguam një letër të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shqipëri, kryeministrit, presidentit, ku e pyesnim nëse Republika e Shqipërisë e dinte që në territorin e saj po kryej aktivitet terrorist. Tani, është kjo historia me mujahidinët dhe gjëra të tjera që mua më kanë bërë që ta njoh Iranin nga afër. Dhe duhet them që prej vitit 1979, kur Ayatollah Khomeini rrëzoi diktaturën e Shahut, Irani u kthye në një shtet të pavarur. Dhe Irani është pak a shumë sikur Kuba e Fidel Castros, sikur Venezuela e Chavezit, një republikë revolucionare e cila nacionalizoi naftën e saj dhe kërkon që të bëjë